Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatisim kek me mollë. Del shumë i shijshëm dhe është tepër e lehtë për të përgatitur. Nëse keni disa mollë në shtëpi, gjithë përbërësit e tjerë jam e sigurt se i ka çdo shtëpi, atëherë le t'ja nisim së bashku nga puna. Rezultati është perfekt, si se shikoni dhe vetë. Realisht ja vlen ta provoni, sidomos kur kemi para fundjavën. Si fillim do fillojmë duke përgatitur mollët. Kam përdorur 4 mollë mesatare 650 gram. Pasi kemi larë mirë, do fillojmë duke i prerë. Mund të përdorni çfarë ngjyre të doni, por sigurohuni që janë të ëmbla. Nëse janë të tharta, atëherë keku do t'ju dalë i thartë dhe nuk do t'ju pëlqejë. Unë do i gatuaj bashkë me lëvorën, juve nëse nuk e pëlqeni, mund ta largoni. Do vazhdojmë duke i prerë në kubik të vegjël. Në fillim largojmë farat dhe bishtat dhe më pas i presim. Puna erë sa të mbaroni me prerjen e mollëve. Më pas çdo gjë është shumë e lehtë dhe e shpejtë. Ja pra ku i kemi gati. I hedhim mollët në një tas, do bëjmë përgatitjen duke i marinuar. Shtojmë 2 lugë kafeje plot me kanellë, 2 lugë gjelle me sheqer, 1 lugë gjelle miell dhe pak karafil të bluar. Kjo është opsional, nëse keni, nuk ka problem. Do vazhdojmë duke i përzier mirë. Ja pra ku i kemi gati, lëmë një. Vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Do na nevojitin 3 vezë. Është e mira të jenë vezë fshati që keku të dali më i shijshëm. 200 gram sheqer ose 1 gotë plot. 200 gram kos. Përzihemi 1 lugë kafeje sodë buke. Siç e pat nuk e kam mbushur plot me maj lugën. Do vazhdojmë dhe e përzihemi mirë me kosin. Në këtë mënyrë aktivizojmë sodën dhe keku del më i butë. Siç do e vini re, kosi do bëhet shkum. Kjo ndodh nga soda. Kështu do vazhdoni duke trazuar derisa të tretet mirë soda te kosi dhe të krijohet një masë shkumoze. Vazhdojmë e hedhim në tas. 150 ml vaj ose 3/4 të 1 gote të ujit, 2 vanilje ose çfarë do lloj vanilje të keni në shtëpi, 1 lugë kafe e plur përpjekje baking powder, 1 brez krip. Do vazhdojmë duke e përzier mirë masën. E kemi gati, do vazhdojmë duke shtuar miellin. Kam sitisur 300 gram me miell, diku te 2 gota të ujit me miell. Do e kujdesni dhe vetë duke e shtuar pak nga pak. E trazojmë sa të përthithet mielli dhe më pas shtojmë pjesën tjetër. Do vazhdoni në këtë mënyrë derisa të harri brumi këtë konsistencë. Të jetë i trashë dhe i rrjedhshëm. Pra të rrjedh ngadalë. Mbledhim ansoret me një shpatull dhe e kemi gati. Kam përdorur një tepsi të vogël të rrumbullakët, do ju nevojitet një tepsi diku te 20 deri 23 cm. Poshtë e lyej me pak gjalp të butë, mund të jetë margarinë ose gjalp në temperaturë dhome, na ndihmon që të ngjitet dhe letra përpjekje. Unë do e kthej kekun nga tepsia dhe ndaj kam vendosur letër përpjekje. Ju nëse do e prisni direkt në tepsi nuk ka problem. Në fillim shtojmë gjysmën e brumit. E hapim mirë. Tani shtojmë 3/4 të mollëve që përgatitëm. Pra përgatitëm 4 mollë, tani kam shtuar diku te 3, kam bërë me sy, e 1 mollë do e mbajmë për sipër në fund. Hedhim sipër dhe brumin e mbetur. E hapim mirë. Dhe në fund mollën e mbetur. E hapim mirë. E shtypim me një lugë në këtë mënyrë. Si përspërkatim në këtë mënyrë me 1 lugë gjelle me sheqer, që mollët të karamelizohen gjatë pjekjes. Dhe pse kam shtuar dhe pak kanellë, kjo është opsionale. Vazhdojmë me pjekjen. Pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë në zgarën e mesme derisa të marrin ngjyrë poshtë dhe lart. Për të siguruar që është pjekur në qendër, do ngulni një kujnë dhembësh në mes ose thik. Duhet të dalë e thatë pa brum. Nëse del me brum, do vazhdoni me pjekjen. Pas pjekjes largojmë nga furra dhe do e lëm pak të ftohet. Në të vërtetë rezultati është tejet i mirë, ndaj ja vlen ta provoni. Si përspërkasim me pak sheqer pluhur, kjo është opsionale nëse ju pëlqen. Dhe ja pra të dashur miq, ku përfunduam dhe me resetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Rezultati është tejet i mirë, ndaj ju sugjeroj që ta provoni. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe jo bëft të mirë.
Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës.